Tani, për gjithë publikun, se mezi po presin, kanë besoj nga 20 minuta që po presin. Qa presin? Presin këtë pyetjen që do bëjmë tani. Ti kjo? Qarë ndodhi vlla që u zit ju të dy o zoti mof? Që më raft pika! O zoti mof, o zot! O zot! Kush ju mori mësysh? Kush ju mori mësysh, mërë se jaq mirë ishit, mërë? Nuk di. Por e qa ndodhi, alla? Kush u çmen, më vlla? Pyetja është për mua për këtë. Se di, po e hedh aty në mes. Kush u çmen? Unë po e kaloj onash. Po e kaloj onash pyetjen, përgjigje. Por e Tu drejtute si të mërë. Gati ja O, fillon. më qite se çmene 2 orë. Jo, mos e qitu. Ore, mos bëj kështu ana, nuk ka anashkalime, vlla, do ta thush. S'ka ku të shkoj, pse erdhëm ne këtu? Po pra. Unë ideja është kjo që kur më thatë që të vjen në emision, Po. unë thash si kur krejt botat këtë përmys nuk vinë emision, sepse unë isha njërë në emisionin tëmë. Ndërsa ti the si kur krejt botat përmyset, do vini të dy, do sjaroni publikun, çfarë ndodhi? Për hir të vërtetës, Se si ka zonë gjumë njërës në fakt, s'kanë pas pun tjetër. E vërteta është që kërkesa më e madhe se imja ishte e publikut. Thoshin, a marrë normal, në qoshin mesazhe, merë Sinanin dhe Seldin, merë Sinanin dhe Seldin. Ti sjaroj mjere për gjithmonë. Dhe unë ju mora, ta shi unë pres që ju të më sjaroni, Seldi. Bojrëm. Qa ndodhi më la? Sinqerisht, është shumë e rëndësishme se kur juve patët atë shkëputjen nga bashkëpunimet që bënit atëhere, para 3 vitesh, duhet të thënë që keni 3 vite që jetoni larg njëri tjetrit. Artistikisht. Jo, artistikisht, se me shtëpi keni 2 pallate larg. Jo, një ball për ball. Një ball për ball. Imagjino, kur dishe ti ndeje rrobat, Sinani e pite cigare në balkon. Kur më rrinë kakshi, bëj me dore, bëj me sy. Okej, për qenë serios. Po, për qenë serios. Jo, është me interes kjo. Atere publiki dashur për qenë serios, po e marrë fjallin unë, sepse e di që Seldi s'do flasi seriosisht. Dhe tenten tjetër nuk flet kjo. Marrë në emisioni pas nesër pastaj. Tani për qenë serios, unë e kam thënë dhe diku tjetër, po kjo që do them tani është paksa më e sakta. Neve kemi pasur 4-5 bashkëpunimet bashkë duete, faktikisht për kohën kanë qenë shumë suksesshme. Koncerte pa fund, publik sa të dush, klikime sa të dush, gjithë shka ishte perfekt. Djali kështë e marrua Akademinë e Arteve, edhe në atë kohë, kur e mori fama ishte pak sa i rinë mosh. Se përballoj do të Sinan? Edhe ishte pak sa i rinë mosh, edhe... Edhe pra, edhe çdo Kjo është do të folë fjalë më dhe nesër. Ideja ishte këtu që isha shumë i ri. Fama merdi pa, sinqerisht merdi pa e kuptu fare. Ndoshta në atë kohë këtë qenë edhe si më thonë za depresion. Se thonë që depresioni njeriu kur e kalon nuk e kupton. Po nuk është se i vura shumë rëndësi. Atëherë kishim koncerte, kishim parë shumë lek. O plak, ç'a ndodhi që u shkëputën nga Sinani, se me sa di unë ti... Po, Sinani në atë kohë kishe shumë kërkesë llogarie. Në atë kohë mendoja që ishe kërkesë llogarisë e tepërt. Po sot po e kuptoj që ka qenë minimumi që ky mund të bëjë, kupton? Ky përveç se stukonte veten e vet në lidhje me karrierën, më stukonte edhe më, kupton? Po sigurisht. Nuk kam qenë shumë i vogël për ta kuptuar. Unë disha në atë kohë me femra, pisha, alkool. Të nesër ne do të shkoshim koncert, unë isha tap fare. Edhe... Atë ka rraf në erë Sinani? Artistikisht, po. Unë po them se jo më vllai, s'm kuptove. Ja, Maria të kam thonë daja grushta. Po, ja thonë. Po, të kjo artistikisht. Okej. Për ta plotësu pak, atëre. Ndodhi një shkëputje faktikisht. Okej, shkëputja e parë ka ndodhur kur djali kishte marrë Akademinë e Arteve, edhe ju kishte shkrep në tru, mas tyre bllalliqeve që bënte, që të bënte edhe një master. A do bëhesh kështu ti? Këngëtar operistike? Po. O mraf pika. Po për kam do të marrë pra të dy. Po pra, po normal, sigurisht. Edhe do të bënte edhe masterin
në kulmin e themit karrierës dhe të suksesit, ky kërkonte të bënte një master dhe një shkëputje e parë ishte vajtje në Amerikë për të regjistruar në një shkollë ku mund të bënte një master, gjë që nuk u bë masteri kurrë. Njëra. Ana tjetër pastaj, si duket, është e vërtet që edhe unë jam pak strikt në lidhje me karrierën. Domethënë unë kërkoja, unë kisha 15 vite karrierë dhe dija si funksionon arti, dija si funksionon si duhet funksiononte, nësa kjo nuk e dinte në fakt. Shiko, ti e more Siltin të paktën nga ana e këtyre, po them rrethi jon i ngushtë, shoqëror, profesional, e dim që ti e more dhe fillove ta kurosh duke e promovuar, duke kriju mundësi të reja. Edhe ke qenë në një farë mënyrë për atë kohë, ndoshta edhe tani si një lloj profesori për të, ë? Po në një farë mënyrë po. Po, tani me sa di unë, në atë periudhë ti Silt u investove në një lidhje me një vajzë, edhe pyetja ime është mos ndoshta ishte kjo lidhje që të shkaktoi këtë përçarje mes jush, me ju të dy? Tashi mendoj që është shumë e lehtë për t'ia lënë gabimin dikujt tjetër. Po sot mendoj që komplet arsyeja e asaj çfarë ndodhi isha vetëm unë, asnjë tjetër, askush tjetër. Po çfarë bëre këto 3 vjet, vlla? Tupi pra Sinani, se Sinanin e kemi pa ti vlla me gazin dras, gjithkohës, bam, koncerte, dasma, Po ti Sil që bëre këto 3 vjet? 3 vjet publiku, ndro kanalet, ndro radiot, ndro YouTube-rat. Ku është Silti? 3 vjet Ermal kam qenë në rehabilitim me veten. Shqyr Zotë e kena morë veten. U torturove, në kuptimin e mirë të fjalës. Jo, rehabilitim është duhet të ndodhte një gjë siç ndodhi për t'ia kuptuar vlerën për t'ia kuptuar vlerën njerëzve që të ndihmojnë, që publikisht e them shumë faleminderit për çdo gjë që ka bërë për mua, se është treguar më shumë se ç'duhet vlla dhe bab për mua. Bravo. Si madhe. Shumë mirë. Këto... Mjafton vllaj, me këtë nuk kam çfarë të them, asaj që them, domethënë e vune ka pak. Domethënë pavarësisht se ne bëjmë shaka e kështu, ja kputin e një kështu nga këto seriozet që po e morën vesh publiku tani pse u zim ne, pse u ndam ne. E morën vesh. Me një përmbledhje që po mund bëj unë, është që Silti ti mori koka erë. Ajër! Po nejse, mosha, a? Kuptojmë. Tani, ky bashkëpunimi që bët, u bë për t'i mbyll gojën njerëzve, që në thoshin a janë zënë, a janë pajtu, a se janë pajtu. Po gjë tani, ti e di më mirë se publiku, se ti e rrëfion i afërt, ne nuk është se s'kemi fol me njëri tjetrin, nuk është se ne s'kemi net pa fol. Po një llojmërie ishte. Po ti ftove edhe ndasëm Seltin, isha edhe unë aty. Po pra ishte Seltin ndasëm edhe ti dhe gjithë ishim në ndasëm, po ideja ishte që pra djali u shkëput artistikisht dhe jo miqësisht dhe shoqërisht, ne kemi 2 familje që mi dalim ndër vite. Shumë mirë. Bënde gabime, unë doja të shkoshim prova në orar, doja të shkonim studio në orar, unë doja të shkonim koncert në orar, gjithçka doja me orar, në një kohë që këtë e gjeje, ku e gjeje.